Pasi që LDK-ja heqi dorë nga çdo pozitë, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës u dërgoi ftesat për takim liderëve të partive opozitare. Mirë po deri me tani 2 nga partitë opozitare, PDK dhe AK, e refuzuan këtë ftesë. Partia Demokratike në një konferencë për media të mbajtur sot, refuzuan ftesën e Haxhiut pasi sipas tyre është manipulim politik diskutimi për shtyrjen e afateve. Është një manipulim i radhës. Zënë Albulin Haxhiu, më mirë kish me qenë ti kishte shkruar letër zot Avni Dehori, që ta thras kuvendin. Sepse çdo pushtet në Kosovë, çdo funksion në Kosovë politik funksionon dhe bazohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Se Kuvendi i Republikës së Kosovës është i suspenduar. Ndërsa kryetari i Aleancës Ardian Gjini, pas tezës së Albulena Haxhiut reagoi në Facebook duke thënë se nuk është presidente e zgjedhur dhe se nuk ka mandat ta luajë rolin unifikues të spektrit politik. Duke shtuar se qëllimi i saj dhe i Kurtit është që duan ta zvarrisin këtë bllokadë deri te data që ju konvenon që të mbahen zgjedhjet. Lidhur me ftesat e dërguara nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu drejt partive opozitare, analisti politik Jeton Hamiti, i cilëson si jo të sinqerta dhe jo serioze për zgjidhje. Unë mendoj që do të ketë një ftesë tamam serioze dhe jo për kalkulime politike dhe jo për interesa. Sipas tij, Kurti duhet të bëjë një marrëveshje politike me njëra nga partitë opozitare dhe jo të ketë vetëm kalkulime politike. E ka kuptuar shumë qartë se oferta e zotit Kurtit nuk është serioze dhe nuk do bien prej mashtrime. LDK-ja kanë qenë dhe kanë pasur marrëveshje në parim, e kanë vetë ranuar edhe profesor Abdixhikët edhe vetë zoti Kurti dhe ajo nuk është bërë se e kanë ditë kërkesat e LDK-s që duhet të japin postin e presidentit dhe jo postin e kryeparlamentarit. Ndërsa sipas analistit politik Ardian Bytyqi, ushtruesja e detyrës së presidentes do të duhej të luante një rol më proaktiv, pasi që tani vetëm se jemi në një terren kushtetues të pashkelur më parë. Subjektet politike opozitare do duhet të uleshin me mazhorancën, këtë rast me lëvizje vetëvendosje, që të paktën të diskutonin rreth krijimit të 2 institucioneve siç është Kuvendi dhe qeveria. Presidenca mbase është temë në vete, por megjithatë në këtë rast edhe subjektet opozitare do duhet që t'i parafronin qëndrimet, qoftë ndoshta edhe për një emër konsensual. Përderisa partitë opozitare vazhdojnë të refuzojnë dialogun e propozuar, mbetet e paqartë nëse palët do të arrijë një marrëveshje për tejkalimin e ngërshit institucional.